Të motivuar nga ideja se Shqipëria ka të ardhme pas 21 vitesh punë, shitën 2 restorantet e tyre në Gjermani dhe blen një strukturë shërbimi bus shëtitores në Sarand. Kjo ndodhi në vitin 2012 me vëllezërit Vladimir e Kastriot Musej. Restoranti i tyre identifikohet si stacioni i gjermanëve, por në sallat e tij fliten të gjitha gjuhët dhe ofrohet menu mesdhetare. Biznesi filloi nga familja, ku formatimi sipas punës nuk ishte një gjele. Lokalin tonë e dallon që ne kemi njerëz profesionistë që i sjellim qysh nga Gjermania, kemi njerëz profesionistë, unë si vjet për shembull kam vënë një trajner në Anglia, sepse jam lodhur, kam pasur rreth 4-5 breza që kanë kaluar nga unë. Këta 4-5 breza sot janë bërë menaxher, janë bërë edhe doktora dhe inxhiniera në pritemi se ne kemi filluar nga familja. Që të bësh familjen profesionale është çike vështirë sepse e ke pak të përcaktuar që këta janë njerëzit edhe nuk janë të tjerë, megjithatë ne ja kemi dalë, ka vështirësitë e veta, duhet i përshtatemi kohës, po, ka probleme me personel në Shqipëri, ka. Ai tregon se e ka ndjekur një rrugë të vetën duke u drejtuar tregut të huaj për plotësimin e nevojës për staf të mësuar dhe të shtruar në punë. Ndërkaq, ai ka edhe një apel për pronarët e strukturave të ngjashme. Unë si vjet jam lidhur me një firmë, më kanë sjellë rreth 200-300 mundësira të ndryshme dhe unë kam përzgjedhur. Kam marrë 5 persona që kanë eksperjenca. Aty do veri, sepse nuk ka mundësi tjetër. Disa njerëz, për shembull në Shqipëri, që janë shumë pak, që janë specialist mund të ta themi, po ka edhe shumë të mirë, po këta që janë specialist kanë një problem në vetvete. Duke lëviz herë, jo të gjithë, po një pjesë e tyre. Lëvizim shembull nga Tirana për në jug. Mirë, po ç'a bëjnë? Brenda sezonit lëvizin 2-3 herë, po të njëjtit person. Kjo sjell çrregullim në staf, një e para, dhe e dyta, nuk sjell stabilitet, sepse ata sa njohin punën zënë ikin, dhe nuk të jep garanci ty si biznesmen që ti jesh i mbushur dhe ti jesh që të thosh që këta njerëz vijnë me gjithmend për punë. Atëherë çfarë bëjnë? Këta njerëz kanë për ta humbur këtë punë dhe do ta marrin të huaj. Prandaj unë i them të gjithë punëtorëve që punojnë në fushën e turizmit të angazhohen, të marrin maksimumin e tyre nga pronarët e vet dhe unë e them të hapur, pronarët duhet t'i pagojnë mirë, se vetëm më shumë mundet t'i mbajmë stafin këtu, por të mbajnë njerëzit që janë më stabil. Ai njeri që nuk të vjen apo të ikën nga puna, mos e pranoni me kolegë dhe lereni, abandonoheni në mënyrë të tillë që ta di që këtu në vendin ton duhet të respektoj kontratat e punës. Dhe kështu ka për të ndarë shapin a sheqeri. Vladimiri nuk heziton të flasë edhe në detaje për nivelin e diferencuar të pagesave për staf shqiptar dhe të huaj. Pagesat për të huajt mund t'i them hapur, që janë të 650 deri në 700, 900. Për njerëz jashtëmase të specializuar. Për vajta në fushë të aviacionit dhe mora dy djem nga Tunezia, që janë të specializuar në Arabinë Saudite dhe në Katar, ka punuar që të dy në restorante me Michelin, fine dining, se unë ndryshe nuk do t'i merja. Kur erdha dhe mësova që firma e tyre u kishte marrë 2.000 euro, ndërkohë që unë kam paguar lek për ata. E kuptoni tani që një person që merr 700.000 lek bruto, jo neto, dhe këto arrin që t'i pagoj firmës atje 2.000 euro. Vetëm të vinë në punë këtu. Dhe është njeri specializuar në Arabinë Saudite. O shqiptare, kuptoni ju këtë gjë? E merrni vesh se për çfarë po flasim? Po flasim për njerëz që duan të punojnë, mirë po nuk e kanë mundësinë kaq të zhvilluar sa që kemi ne. Dhe arrin që të ulen, sepse ata e dinë shumë mirë që këtu kanë mundësi të ngrihen, kurse në Arabinë Saudite janë thjesht një transportues pjatash. Dhe keni për të parë, shumë nga këta që kanë ardhur do kalojnë shefat tuaj nesër. Më dëgjoni. Përvoja gjermane e vëllezërve Musej e sjell në klimën dhe mjedisin shqiptar me pretendimin për të ruajtur të njëjtin standard siç e ka turisti huaj në vendin nga vjen në Sarand, është një mesazh apo apel i qartë për çdo vendas që refuzon mundësinë për të punësuar e për t'u aftësuar në vendin e tij tek dera e shtëpisë.